Në këto momente do të lidhem drejt për së drejti me analistin Lulzim Veliu, i cili më bashkohet për të marrë një optikë edhe të pjesëmarrjes, sepse duhet bëj një krahasim edhe me ato se çfarë ka ndodhur në zgjedhjet e vitit 2025, pra pikërisht në datën 9 shkurt. Zoti Veliu, përshëndetje, faleminderit që gjetet kohë për të folur dhe për të komunikuar me Klan News. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Fillimisht, duke marrë parasysh faktin se kanë mbetur diku edhe rreth 3 orë që nga momenti kur do të mbyllen kutitë e votimit. Ka qenë 46.54% pjesëmarrja në vitin 2025, pra në zgjedhjet e 9 shkurtit, ndërsa tani është 28.7%. Mund të ketë një rikuperim që po themi edhe pjesa tjetër pastaj prej rreth 16 apo 18% të mund të rikuperohet deri në orën 19, apo është pothuajse e pamundur që të shkojmë tek e njëjta pjesëmarrje siç ka qenë në vitin, pra në zgjedhjet e 9 shkurtit në këto 2025. Po në bazë të asaj çfarë thonë Komisionin Qendror Zgjedhor, në të njëjtën periudhë kohore, pra në zgjedhjet e kaluara të shkurtit kemi pasur në 0.3%, 0.3 ose 0.4% më pak se tani. Pra në bazë të asaj po shihet se është një numër më i madh i atyre që kanë dalur në zgjedhje, duke pasur për bazë se këtu nuk janë të numëruara edhe votat e diasporës, votat me kusht dhe të tjera, dhe unë besoj që parafërsisht do të kemi të njëjtën dalje nga me zgjedhjet e kaluara, por edhe nëse mbesim në një numër më të vogël, nuk është shumë për të çuditur, sepse qytetarët e Kosovës janë përhetër të 4 brenda këtij viti që votojnë, dhe një ditë bëhet e tepër dhe janë të mërzitur me gjithë këto zgjedhje të njëpasishme që janë duke ndodhur brenda atij viti. Unë uroj që ky proces të mbyllet sa më mirë që është e mundur, pa ekscese që ka kaluar deri më tani, dhe në fund të ditës aktorët kryesorë, pra forcat politike, liderët të pranojnë rezultatin dhe të urojnë fituesin e zgjedhjeve, kushdo qoftë ai pra në zgjedhjet që po mbahen sot. Pra sot është fjala e qytetarit. Unë nga këtu ju bëj ftesë të gjithë qytetarëve që deri më tani nuk e kanë shfrytzuar të drejtën e tyre, që dalin të shfrytëzojnë të drejtën e tyre, se pastaj e kanë edhe të drejtën për të kritikuar cilën do të qeveri që do të jetë në pushtet pas këtyre zgjedhjeve. Në momentin që nuk voton, nuk e kryen obligimin qytetar, nuk ke as të drejtë që të kërkosh nga qeveritë që do vinë pas këtyre zgjedhjeve. Po zoti Veliu, duke marrë parasysh faktin se emigrantët janë tani në Kosovë, janë këtu dhe u diskutua shumë që ardhja e tyre mund të ndikonte drejt për së drejtin në proces. A mos është një shifër e vogël kjo e baras me atë të 9 shkurtit, kur nuk ishte emigrantë të cilët pavarësisht se kishin ushtruar vullnetin e tyre në vendet ku jetojnë dhe punojnë, nuk ishin në Kosovë? Pra në këtë kuptim, deri tani që flasim, me ardhjen e emigrantëve, do duhet ishte pak më e madhe ose kishte pritshmëri për një votime? Unë mendoj se në qoftë se mirët për bazë numri migrantëve që kanë udhëtuar drejt Kosovës deri më tani është folur për një numër rreth 300.000, mendoj se numri i votuesve do të ishte dashur të ishte më i lartë nga shkurti i këtij viti. Mirë po, ky është rezultati, këtë duhet ta pranojmë, duhet presim edhe 3 orë deri në përfundim të procesit zgjedhor, dhe pastaj mund të flasim më shumë, ndoshta gjatë mbrëmjes do të kemi edhe një rezultat paraprak pra të zgjedhjeve se si të mbarojë procesi i votimit, dhe duhet që në çdo mënyrë çdo njeri nga ne t'i ftojmë bashkë qytetarët tanë që të jenë pjesë e procesit të votimit. Pra, të marrim familjarët, përveç familjarët t'i ftojmë shokët, që të gjithë të dalin dhe të votojnë. Të votojnë ata që ata e shohin që është më i miri për ta. Dhe në fund të ditës të fitojnë më i miri. Ai që do merr vota më shumë do të jetë edhe më i miri, me padyshim. Pra, unë mendoj se të gjithë një zëri duhet të bëjmë ftesa sa më shumë që është e mundur për pjesëmarrje në zgjedhje. Për pjesëmarrje është shumë e rëndësishme, duke pasur përballë se Kosova po kalon një ngërç më thuajse një vjeçar pa institucione, dhe edhe qytetarët të mos bëhen pjesë e ngërçit politik. Pra qytetarët të jenë ata të cilët do të japin verdiktin e tyre, të kryejnë obligimin e tyre kundrejt votës, pra kundrejt zgjedhjeve të sotme, dhe në fund të ditës e kemi të drejtën pastaj edhe të kërkojmë përgjegjësi nga të zgjedhurit tanë.
E qartë, pse cilësohen të rëndësishme këto zgjedhje, zoti Veliu, duke marrë parasysh se ndryshe nga vendet e tjera, në fakt Kosova nuk është se i ka për herë të parë ose nuk i ka për në një çudi të madhe zgjedhjet e parakohshme apo zgjedhjet e jashtëzakonshme apo zgjedhjet në mes të mandatit apo zgjedhjet me balotazhe. Pra, pse kësaj herë duket pavarësisht se ka patur edhe më herë zgjedhjet e tjera të parakohshme, duket sikur kanë marrë një rëndësi të veçantë dhe po komentohen, diskutohen apo po pritet shumë prej këtij procesi? Por mendoj se në këtë pikë ka shumë elemente që ndikojnë që këto zgjedhje të jenë shumë të rëndësishme dhe me patjetër kërkohet përgjegjësi nga të zgjedhurit tanë në mënyrë që të krijohen sa më shpejt që është e mundur institucionet, duke filluar së pari nga situatat gjeopolitike, pra jo vetëm nga vendi jonë, jo vetëm nga Kosova, jo vetëm nga problematikat tona, por duke filluar edhe nga jashtë, duke parë problematikat e mba të cilat na rrethojnë, pra duke parë se Ukraina është në një fazë bisedimesh dhe lehtësisht e mundur që brenda një periudhe të shkurtë të kemi edhe një marrëveshje. Pastaj pas asaj marrëveshje çfarë do të pret Kosovën, si do të jetë e gatshme Kosova të ballafaqohet me procesin negociator, të cili ka mbetur në gjysmë të rrugës tash e gati 2 vite. Pastaj duke pasur përballse edhe vetëm 2 muaj më vonë Kosova do ngelet edhe pa president pasi kalon mandati i rregullt i presidentit aktual, duke pasur përballse edhe mos miratimin e buxhetit për vitin 26, çka do të thotë se në fund të muajit shkurt dhe fillim të marsit Kosova do të jetë edhe pa buxhet dhe do të kemi edhe një krizë financiare apo do futet në kaos financiar. Të gjitha janë këto elemente që e bëjnë shumë të rëndësishëm mbajtjen e zgjedhjeve dhe daljen sa më shpejt rezultate dhe krijimin e institucioneve. Pra, në këtë pikë, më tepër se të gjithë duhet të mendojnë ata që sot kërkojnë votën nga qytetarët e Republikës së Kosovës. E qartë, duhet flas pak edhe për mënyrën se si partitë politike kanë ardhur në këto zgjedhje. Nga zgjedhjet e 9 shkurtit deri në zgjedhjet e datës 28 dhjetor 2025. Keni vretur ndryshime në përbërjen e listave të kandidatëve për deputet, pra kanë një ofertë tjetër apo në një farë mënyre ata që e morën mandatin e deputetit në zgjedhjet e 9 shkurtit kanë ushtruar ndikimin e tyre te kryetarët e partive apo kanë ruajtur lidhjet e tyre në mënyrë që të mund ta konfirmojnë mandatin edhe në këto zgjedhje të datës 28 dhjetor, zoti Veliu? Po ka ndryshime të vogla të gjitha subjektet politike, mirë po nuk ka ndryshime të mëdha që është për të vërejtur për të thënë se ja ndryshojmë më tepër se gjysma apo gjysma e listës. Për mendimin tim, zgjidhja më e mirë do të ishte ndrimi i të gjithë asaj strukture, pra të gjithë ata që fituan mandatin në zgjedhjet e 9 shkurtit dhe nuk arritën ta konstituojnë institucionet të Kosovës, për mendimin tim nuk e meritojnë që të jenë pjesë e parlamentit të ardhshëm, pa marrë parasysh nga cilat subjekte politike. Pra ishin të paaft për të krijuar institucionet dhe si të tillë ata duhet të pensionohen dhe të shohin kandidatët e rinj të cilët do të tregohen në syçel për krijimin e institucioneve, sepse para ata janë përzgjedhur nga partive, para ata janë votuar nga populli, para ata janë paguar për disa muaj rresht nga Kuvendi i Republikës së Kosovës dhe detyrën e tyre nuk e kanë bërë. Unë besoj që një diferencim të tillë do ta kenë bërë vetë qytetarët, pra do t'i kenë dënuar individët e caktuar të cilët ishin në atë dhe nuk kryen. Dhe unë uroj që në këtë parlament të kemi se të gjitha listat e partive politike kanë njerëz të merituar, njerëz që meritojnë të jenë pjesë e parlamentit, pa marrë parasysh subjektit cili takojnë, mirë po unë uroj që ata të futen dhe të jenë pjesë e këtij kuvendi në mënyrë që të krijohen sa më shpejt që është e mundur institucionet, sepse Kosova e ka shumë të nevojshme. Po, zoti Veliu, në raport me këtë që thoni, a mos do jetë më mirë të presim pas orës 19, sepse rezultati këtyre zgjedhjeve do të jetë një tregues se si e kanë lexuar qytetarët edhe krizën që ka ndodhur gjatë këtyre 9 muajve. Pra, nëse ajo që ka dalë partia e parë në zgjedhjet e 9 shkurtit është në të njëjtat kuota ose më shumë, do të thotë që qytetarët do t'ia vënë fajin partive të ish opozitës në lidhje me krizën politike, ose anasjellta, nëse do të marrin më shumë vota partitë e ish opozitës, do të thotë që qytetarët për krizën 9 mujore do t'ia vënë fajin edhe partisë
parë që ka qenë në zgjedhjet e datës 9 shkurt. Pra, a do të na duhet pak kohë që ta lexojmë rezultatin edhe me sytë se si e kanë vlerësuar qytetarët krizën e këtyre 9 muajve, përtej se çfarë kanë bërë partitë politike në historinë e tyre, apo çfarë ka bërë qeveria, apo çfarë ka bërë opozita? Po me patjetër se ne tani vetëm mund të spekulojmë dhe mund të thojmë mendimet tona apo çfarë ne dëshirojmë për këto zgjedhje. Mirë po, verdikti i qytetarit është ai vendimtari, është ai që do ta vendosë se kush do të udhëhecë me Kosovën, kush do të drejtë institucionet e Republikës së Kosovës, po për fatin tonë shumë të keq. Këto zgjedhje në mos të madhe, në vend se të orientoheshin në shpalosjen e programeve të tyre, më tepër janë marrur se kush ishte fajtor për ngërçin politik. Pra, kjo ishte një emet e madhe e të gjitha subjekte politike, që të gjitha u munduan të ta shfrytëzojnë këtë rast. Dhe të dalin para qytetarëve se ne nuk ishim fajtorë, po ishin pala tjetër, cila dalin nga forcat politike, duke mos dashur të përmendim asnjërin nga ato, dhe unë uroj që qytetari ka qenë i zellshëm, i ka ndjekur të gjitha këto zhvillime dhe do të di të gjykojë si është më së miri dhe verdikti i qytetarëve duhet të pranohet nga të gjithë. Pra, së pari nga liderët e subjekte politike, të cilët me mbarimin e zgjedhjeve me daljen e rezultateve duhet dalin pranojnë dhe të urojnë fituesin e zgjedhjeve në mënyrë që të hapet rruga për bashkëpunim dhe për krijimin e koalicioneve të mundshme pas këtyre zgjedhjeve, sepse një forcë vetme jam i bindur që tani se nuk do të ketë mundësi për të krijuar qeverinë dhe në këtë mënyrë të krijohet një atmosferë pak më përafërt dhe të kemi një koalicion, të kemi të mundur arritjen e një koalicioni sa më shpejt që është e mundur për krijimin e institucioneve, sepse i pret shumë punë e madhe gjatë vitit 26. Po pse duhet parti politike në Kosovë, me qenë se do të jetë nevoja ndoshta për një koalicion pas zgjedhjeve, ta çonim vendin sërish në zgjedhje, zoti Veliu? Pra, këtë koalicionin që ju thoni do duhet se s'bën të krijohet pas zgjedhjeve të datës 28 dhjetor. Pse nuk e bën që pas zgjedhjeve të datës 9 shkurt, dhe kështu kishin kursyer edhe kohë politike, kishin kursyer edhe pasoja për Kosovën në nivelin ndërkombëtar dhe ato diplomatik, dhe nga ana tjetër kishin kursyer disa para në buxhetin e shtetit, të cilat nuk janë fort pak në krahasim me sa shpenzon ky proces gjatë ditës së sotme, apo nga ana tjetër do të kishin bërë të mundur që të alokoheshin fondet e Bashkimit Evropian e gjithçka tjetër çfarë ka penguar mos mbajtja e zgjedhjeve dhe kriza politike deri në këtë momente. Pra, nëse duhet një qeveri për të krijuar me koalicion, pse u deshën në 9 muaj krizë për ta kuptuar që duhet një qeveri koalicioni? Po unë mendoj më tepër se gjithçka tjetër është ego personale. Ego i çdo njeri që për të qenë i pari. Unë mendoj se sikur të ishim ne aty, ndoshta do ta bënim një gjë të tillë. Sikur të ishin shumë nga qytetarët e Republikës, do ta bënin një gjë të tillë dhe nuk do të keshim një ngërç kaq të gjatë. Ne është dashur të presim 50 herë votimin e një kandidati për kryetar kuvendi, edhe pse shihej qartë se vota për të nuk ka. Vetëm për të ardhur deri te kjo datë zgjedhjeve dhe për të dalur para elektoratit si një viktim që ja neve nuk po na votojnë ose ne nuk dëshirojnë. Pastaj kemi forca tjera të cilat ishin të ftuara për koalicion dhe nuk e bën. Mirë po, tani më besoj se ata do të respektojnë dhe do ta shohin që shumë qartas se është e pamundur krijimi i qeverisë nga cili do subjekt i vetëm. Me patjetër do të nevojitet koalicioni dhe një gjë të tillë duhet edhe ta bëjnë. E qartë. Ndërkohë, duhet ndalem tek një moment tjetër që ka të bëjë me çështjen e presidentit. Është diskutuar shumë, po ajo që më bën përshtypje mua është se në vendet të cilat janë republika parlamentare, ku sigurisht është parlamenti i cili ka pjesën e madhe të pushtetit, apo republika ku është kryeministri që vendos dhe që zgjedh në një farë mënyre, pse ka kaq interes për postin e presidentit të vendit, ku pavarësisht, po themi, rolit honorifik, nuk duket se ka fort diçka tjetër në dorë sa u takon fateve të vendit, administrimit, vendimarrjes politike apo zhvillimeve të tjera që kanë të bëjnë drejt për drejt me pushtetin. Pra, pse po i kushtohet rëndësi kaq shumë presidentit në një republikë parlamentare siç është Kosova?
Po, si që thash edhe më herët, pra dëshira për të qenë i pari. Ajo është, çdo njeri nga ata ëndron që të jetë një herë kryeministër dhe pasi të mbarojë mandatin e kryeministrit, karriera e tij të vazhdojë si president apo edhe në forma të tjera. Ne e dimë shumë mirë se në republikat parlamentare çfarë është edhe Kosova, njësoj sikur edhe Shqipëria, roli i presidentit është më tepër ceremonial se ekzekutiv, pra nuk ka të bëjë asgjë me ekzekutivin, është rol ceremonial, por në një farë mënyre duhet të jetë edhe rol unifikues i gjithë kombit. Është i thirrur për të qenë i tillë, edhe pse për fatin tonë të keq, asnjëherë në Kosovë nuk kemi pasur një president që me të vërtetë ka qenë konsenzual dhe ka qenë unifikues për gjithë kombin. Për mua nuk mund të jetë një president unifikues përderisa ai është kryetar i një subjekti politik dhe para ditës jep dorëheqjen nga posti i kryetarit dhe në bazë ditës zgjedhet presidenti i Republikës, ai mund të jetë president i asaj force politike, po jo president i gjithë kombit. Por ja se shqiptar jemi dhe në një farë forme për të kthyer ato të kaluarën, bajraktarizmin e kemi në shpirt dhe si të tillë po e vuajmë edhe në shekullin 21. E qartë. Ndërkohë duhet flas pak edhe për mënyrën se si mendonin që do ta shoh faktorin ndërkombëtar rezultatin e këtyre zgjedhjeve. Mendonin që do të vazhdojë ajo indiferenca e cila u lexua si shkaktari kryesor i krizës së partive politike në Kosovë, që ato vazhdonin të kishin krizë mes njëra tjetrës dhe nuk pati një të dërguar qoftë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qoftë nga Bashkimi Evropian për të zgjidhur krizën, apo do duhet që duke marrë parasysh se çfarë ndodh jo vetëm në Kosovë, por në kuadër edhe të zhvillimeve të Ballkanit apo gjeopolitike, do të rritet prania e ndërkombëtarëve pas rezultatit të këtyre zgjedhjeve kryesisht në Prishtinën zyrtare, zoti Veliu? Po, faktori ndërkombëtar do ta shoh situatën ashtu si do të sillemi ne. Në rast se do të kemi përfundim të ndershëm të rregullt të zgjedhjeve dhe pranim të rezultatit, por njëkohësisht edhe tentativa për të bashkëpunuar dhe të arritur krijimin e qeverisë, atëherë do të kemi edhe mbështetjen e faktorit ndërkombëtar dhe faktori ndërkombëtar, duke filluar nga partnerët tanë strategjik Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se për të vazhduar të partnerët në Bashkimin Evropian, do të jenë krah Kosovës. Në qoftë se do të vazhdojmë me avazin e vjetër të ngërçit politik dhe të sharje fyrjeve në mes të subjekteve dhe liderëve politik, sërish do të kemi ndoshta edhe masa të reja që do vinë kundrejt Kosovës, e ndoshta do të ketë ndoshta edhe masa kundër individëve të caktuar të politikës në Kosovë. Çfarë ndodh me dialogun midis Kosovës dhe Serbisë, i cili si pasojë edhe krizës politike, po edhe çfarë ndodhi më herët në veriun e vendit, duket se është ngrirë ndërsa faktori ndërkombëtar, Bashkimi Evropian, sidomos presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, u ka bërë thirrje disa herë palëve që të zbatojnë sidomos marrëveshjet që kanë të bëjnë me Ohrin, krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe i është lënë si një detyrë Kosovës, po nga ana tjetër edhe Serbisë i është lënë një detyrë shumë e fortë, siç është të paktën njohja de facto e Kosovës. Pra, kjo krizë politike si ndikon në këtë dialog dhe ndikimi që ka dialogu tek vetë, po themi, arena ndërkombëtare ose arena diplomatike e Kosovës, zoti Veliu? Po jo vetëm zonja von der Leyen, por javët të fundit kemi pasur edhe reagim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se Kosova dhe Serbia me patjetër duhet të ndërmarrin veprimet e tyre për realizimin e marrëveshjeve tani më të pranuara, marrëveshjes së Brukselit me anekset e Ohrit, pra është një marrëveshje të cilën e ka pranuar zoti Kurti si kryeministri i Kosovës, por edhe presidenti Vučić nga Republika e Serbisë. Në parim janë pajtuar dhe kanë pranuar çdo dy, mirë po ka shumë elemente me të cilat është i pakënaqur zoti Kurti, por ka edhe elemente të tjera me të cilat është i pakënaqur Vučići dhe Serbia, dhe janë munduar që të dyja palët që këtë proces ta neglizhojnë dhe të tejkalojnë si të tillë. Mirë po, unë mendoj se në interesin e Kosovës është që sa më parë që është e mundur të mbyllet procesi i negocimit me Serbinë dhe të hapet rruga e Kosovës drejt integrimeve euroatlantike, të hapet rruga edhe për investitor, pra për aspektin ekonomik, se në qoftë se Kosova do të jetë gjithmonë në dialog me Serbinë dhe nuk kemi një zgjedhje përfundimtare dhe dita ditës përballemi me problematika çfarë jemi përballur deri më tani,
vështirë se do t'i mbushet mendja dikujt të investojë në Kosovë dhe si e tillë Kosova edhe ekonomikisht do të mbetet shumë mbrapa. Pjesë e asaj marrëveshje, përveç asociacionit që është i papranueshëm për zotin Kurti, edhe pse në fakt e ka pranuar në marrëveshje, aty kemi gjëra të mira që në rast se arrihet një marrëveshje e tillë, 5 vendet e bllokut evropian, pra Bashkimit Evropian, do ta njohin Republikën e Kosovës, ndërsa Serbia do të jetë e obliguar që të mos e pengoj Kosovën në asnjë antarësim në organizata ndërkombëtare. Këto janë disa nga pikat ndoshta më kyçe që e bëjnë këtë proces të gati të pamundur ose e shtyjnë tej mase. Duhet presin në zgjedhjen e qeverisë, pas zgjedhjes së qeverisë atëherë do të jetë presioni edhe më i madh nga Shtetet e Bashkuara, por edhe nga Bashkimi Evropian. Ndërkohë, zoti Veliu, ka një updatim të pjesëmarrjes të personave që kanë votuar, ka shkuar në 29.06% sipas updatimit në orën 16:14 në faqen zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ndërsa ajo që më bën përshtypje është se deri tani kanë votuar 581.034 persona, ndërsa nëse bëjmë një krahasim me vitin 2025, pra në zgjedhjet e 9 shkurtit kanë qenë 966.283 persona, pavarësisht se KQZ-ja sqaron të dhënat nga vendvotimet e rregullta nuk përfshin ato në vendvotimet me kusht, votimi personave me nevojat veçanta apo edhe votimi jashtë Kosovës. Sidoqoftë, deri në këto momente, kur jemi diku edhe rreth 2 orë 30 minuta nga përfundimi zyrtar i procesit të votimit në Kosovë, si u duket, mund të kapet ai 966.283 numri i personave që kanë votuar, apo mund të jemi më pak sa herë pavarësisht se diaspora ka ardhur? Unë me gjithë kësaj periudhe pra parabajsës zgjedhjeve e kam pasur dyshimet e mia se numri votuesve do të jetë më i vogël për arsye të mbajtjes të zgjedhjeve për shkak të zgjedhjeve të shumta që janë mbajtur gjatë këtij viti. Mirë po, numri i madh i bashkëdhetarëve më ka shtyrë të mendoj prapë se do të arrihet numri ose parafërsisht numri që ka qenë në shkurtin e këtij viti. Unë një statistikë që mund ta them, nga diaspora kanë qenë të regjistruar 72.000 për të votuar me postën e përsërit e ambasadave dhe konsulatave. Numri atyre që kanë votuar në selit e konsulatave dhe ambasadave ka qenë 19.200 dhe nga ai numër pjesëmarrja ka qenë 84%. Pra nga 19.000 e ca 84% kanë marrë pjesë dje në ditën, pasi që ne në diasporë kemi votuar një ditë më herët, pra kemi votuar me datën 27, kurse pjesa tjetër e Mërgatës po voton sot në Prishtinë. Një gjë, ndoshta mund t'ja lëmë edhe kohën se ftohtë, dimrit njerëzit kanë prittuar të zgjohen herët në mëngjes dhe e kanë shtyrë votimin që ta bëjnë pasdite. Edhe ky ndoshta mund të jetë ngjenë faktorët. Mirë, po sido që tjetë, në dalin arshme për shtyp nga Komisioni Qendror që do të jetë në orën 19:30, do të mësojmë numrin e saktë të pjesëmarrësve në këto zgjedhje dhe atëherë mund të flasim më shumë rreth asaj se rreth pjesëmarrjes pra në këto zgjedhje. Ne diskutuam shumë për çfarë pritet të ndodhë nëse ne sot e kemi një fitues të këtyre zgjedhjeve ose e kemi një koalicion të qartë, por skenari të cilit i druhen të gjithë është po çfarë ndodh zoti Veliu nëse sot nuk zgjedhet kriza. Asnjëra prej partive politike nuk i merr mandatet e duhura për të bërë koalicionin ose për të bërë qeverinë e vetme dhe asnjëra nuk bindet për të bashkëpunuar me njëra tjetrën. Pra çfarë ndodh kur paratë e buxhetit 2025 po mbarohen dhe viti 2026 tek i cili hym pas 3 ditësh nuk e ka kaluar buxhetin në Kuvendin e Kosovës? Po nëse një gjë e tillë do të ndodhë, atëherë do të jetë turp i madh për liderët dhe subjektet politike. Ata nëse nuk janë në gjendje të bëjnë zgjedhje të tillë, atëherë ata duhet të ikun nga ato poste dhe duhet të kërkojnë më votin e qytetarit. Mirë, po unë nuk e besoj se një gjë e tillë do të ndodhë, pasi që nëse me këto zgjedhje nuk do të kemi qeveri, nuk do të ketë mjete as për mbajtjen e zgjedhjeve të tjera, për shkak se nuk kemi buxhet për vitin 26 dhe buxheti për muajin janar dhe shkurt është ndarë me 1/12 e vitit 25 në mënyrë që të mos kemi një kolaps fiskal në Kosovë. Pra është bërë në këtë mënyrë që 1/12 të ndahet për janar, po ashtu 1/12 të ndahet edhe për muajin shkurt, e brenda kësaj periudhe të votohet buxheti i Republikës së Kosovës. Unë një gjë të tillë nuk e besoj se do të ndodhë, do të kenë kaq përgjegjësi ata që do votohen sot,
dhe do arrijmë një marrëveshje e cila do ta krijon qeverinë dhe qeveria me krijimin e qeverisë do miratohet edhe buxheti e pastaj do të shkohet drejt zgjedhjes së presidentit. E qartë. Ndërkohë duhet ndalem edhe tek një moment tjetër që ka të bëjë me investimet apo edhe me, po themi, mbështetjen që faktori ndërkombëtar, jo vetëm në aspektin diplomatik, se kur përmendim ndërkombëtarët duket sikur ato mesazhet e tyre diplomatike janë rëndësia më e madhe, por në fakt nga ana tjetër kemi edhe një rëndësi shumë të madhe siç është ajo ekonomike. Si ndikon diçka e tillë? Ktu nuk duhet flas vetëm për, po themi, Bashkimin Evropian, mekanizma apo shtete që e ndihmojnë shtetin e Kosovës, por edhe për investitorët privat, edhe për investitorët e huaj, të cilët duan dhe ndoshta duan të japin kontributin e tyre në një vend si Kosova. Si ndikon një situatë e tillë, zoti Veliu? Po unë mendoj se të gjitha këto problematika e bëjnë më vështirë të besueshme për cilin do investitor që të vijë në Kosovë dhe të investojë. Siç e thash edhe më herët, vetë fakti se ne nuk po arrim të kemi një marrëveshje përfundimtare dhe ndarjen përfundimtare me Serbinë, i hezitojnë investitorët e mbaj për të ardhur në Kosovë, pasi që shihet si një pikë e zezë, si një pikë ku në çdo ditë mund të kemi një shpërthim, mund të kemi një problematik, e asnjëri nga ata që ka lekët nuk është interesuar që t'i fut në zjarr. Pra në vende problematike siç është Kosova. Dhe pikërisht çdo herë kam bërë thirrje që institucionet tona të jenë as të vetëdijshme e të punojnë sa më shumë që është e mundur për të arritur drejt normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë dhe në këtë mënyrë do hapet perspektive e re si për investitorët e huaj, ashtu edhe për integrimin e Kosovës drejt Bashkimit Evropian, por edhe strukturave euroatlantike. Shumë faleminderit për këtë minuta, zoti Veliu. Faleminderit, ishte kënaqësi. Gjithashtu edhe për ne. Ishim me analistin Lulzim Veliu, i cili na bashkua drejt për së drejtin në këtë maraton nga Prishtina për zgjedhjet e jashtëzakonshme të 28 dhjetorit në Kosovë. Do të ndajemi së bashku vetëm për momentin, ka një ndërprerje të shkurtër publicitare, pastaj do të keni mundësinë pra që sigurisht të vazhdojmë transmetimin ton të drejt për drejt në ekranin kombëtar të lajmit Klan News, të ku ne jemi duke ndjekur dhe duke parë gjitha këto zhvillime të cilat ne jemi duke ja kushtuar rëndësinë edhe kësaj që ka të bëjë pikërisht me zgjedhjet.